Do të mbetemi tek çështja e strukturës së ekonomisë shqiptare dhe tek ndërmarrjet e vogla dhe të mesme që mbizotërojnë në vendin tonë. Siç e thash, pra janë nga 127.000 ndërmarrje aktive, gjysma e tyre janë biznese të cilat janë me zero të punësuar. Kjo ka sjell që edhe pensionistët, pra që kanë dalë, individët që kanë dalë në pension të vazhdojnë të jenë aktiv, një pjesë e mirë e tyre, rreth 13.000 të tillë që është edhe shifra zyrtare, vazhdojnë të jenë aktiv në tregun e punës, të cilët duket se janë të punësuar në bizneset familjare që ofron fëmijët e tyre. Por një nisëm e fundit e depozituar në Kuvendin e Shqipërisë nga Partia Demokratike dhe konkretisht nga deputeti i saj zoti Igli Cara, që është njëkohësisht edhe antar i Komisionit të Ekonomisë, ka bërë që nisma prak parashikon që këto 13.000 pensionistë të përjashtohen nga pagesa e sigurimeve shoqërore, të cilët u mbahet gjatë kohës së ushtrimit të aktivitetit të tyre. Por për të analizuar më shumë këtë nisëm dhe pse pikërisht tani në këtë moment dhe pse për një afat 4 vjeçar, kam kënaqësinë të diskutoj në studio në këtë pjesë të dytë të emisionit me nismëtarin deputetin Igli Cara. Përshëndetje, faleminderit që na kozon. Faleminderit ju. Zoti Cara, pse pikërisht një nisëm e tillë kur ndërkohë ka kaq vite që pensionistët vazhdojnë të mbeten aktiv në tregun e punës? Është vërtet, ju bët një hyrje të saktë. Të gjitha çfarë thatë janë të argumentuara dhe unë do të t'ju them fillimisht pse e morën këtë nismë. Në fakt, në takimet që ne bërim po gjatë fushatës, po dhe tani, me subjekte të ndryshme, ne ishë ngritur ky problem sepse për shumë subjekte është kosto e tepërt për të paguar kontributet e sigurimit shoqëror pikërisht për pensionistët. Por, mbi të gjitha unë mendoj që është mbi të gjitha kthimi i një të drejtë. Ku them kthimi i një të drejtë, do të thotë për një pensionist që ka punuar mbi 38 vite, që është mosha, pra 40 vite e sipër, atëherë, a është drejt që të paguaj përsëri kontribute kur nuk do t'i rikthehen, se ku është koncepti i kontributit? Paguan për një jetë të tërë, 38 vite, dhe të kthehen prapë pikërisht në atë moshë që nuk kem mundësi për të punuar, shteti të mban me ato çfarë ke paguar, apo jo? Kuptohet që kontributet të tanishme paguan nga sigurimet shoqërore që i merren punëtorëve aktiv në këtë moment, i paguan pensionistët dhe më radhë tyre që janë aktiv tani punëtor, do t'i merren kur dalin pension, do t'i merren pikërisht. Kjo është një skemë e cila është e gjithë pranuar. Thash është drejt sepse nuk mundesh që pensionistëve t'i marrësh kontribute, t'i marrësh sepse edhe kontributet ndahen në dy pjesë, një pjesë që e paguan punëdhënësi një dhe një pjesë që e paguan vetë, t'ia marrësh pikërisht për ta tatosh për diçka që nuk do t'ia kthesh më. Apo, se ky është koncepti i kontributit. Pra mbi të gjitha është një drejtë. Pra nuk përfiton nga ato detyrime që paguan. Thjesht paguan sepse don shteti t'ia marrë. Nuk po them t'ia vjedhë, sepse ndofta është e rëndë, por padrejtisht Por hyrë të së vërtetës i vlejnë për skemën të cilën e dinë si është deficitare, po për të mbuluar. Tani, së dyti, ju thatë që është një numër 13.000 deklaruar zyrtarisht. Po, në relacionin tuaj depozituar në kuvend ju e që është sepse këtë informacion e kam nga drejtori i sigurimit shoqëror dhe është 13.000. Por ama, ju siguroj që de facto në terren është mbi 3 herë më shumë numri i pensionistëve që janë në marrëdhënie pune pavarësisht se nuk deklarohen. Nuk deklarohen pikërisht për këtë arsye. Sepse kushdo që sot don të punojë, është normale që një punëdhënës e ka të vështirë të paguajë pensionistë aq më tepër që duhet pranojmë që kontributet paguhen zakonisht për një punëtor i cili punon 8 orë. Kuptohet që pensionistët shpeshherë nuk e kryen 8 orë që ne plot dhe paguhet janë me një orar më të reduktuar. Pra, e parë në këtë kontekst, së pari kjo do të bëjë që të bëjmë një deklarim real të gjithë punojësve ose të gjithë pensionistëve që janë në marrëdhënie pune. Pra, formalizimi. Por ky formalizim do të sjellë, pra, nëse e hoqim parën që është e drejtë, e dyta do të është një pagesë që nuk duhet bërë, tani deri në e treta është formalizimi. A ka gjë më të mirë që të kemi një numër real të punojësve? Sepse ne vuajmë pikërisht nga informaliteti. Dhe kjo kuptohet që dikush mund thotë që ka dhe një faturë financiare, po pa diskutim. Afërsisht mund shkoj, ndofta mund bëj një llogaritë për afërt, sepse jo të gjithë pensionet janë ose vlera që kanë e shenjtë, se dikush mund ta ketë pagën 800, po themi rreth 18 milion euro në vit. Tani, më thua që 18 milion euro për të vendosur një të drejtë, mbi të gjitha për të formalizuar shumë, nuk më duket e logjikshme. Dhe do t'ju shpjegoj pse që kjo shumë rikuperohet. Se momentin që formalizohet, së pari është më e mirë për shoqërinë, apo jo, ne kemi dhëna më reale. E dyta,
Në qoftë se neve do të formalizojmë dhe do të shtohet dhe kjo fasha tjetër e cila nuk është e deklaruar. Ta që punojnë në ilegalitet, Ilegalitet, këto do të paguajnë se unë kam kërkuar përjashtimin vetëm nga kontributi, jo nga tapi. Nga kontributi, po. Atëherë nga të ardhurat personale. Pra ne do të kemi një numër të madh të cilën ne do t'i marrim të ardhurat personale. Madje unë në qoftë se do të kishte një takurci me mazhorancën, uroj shumë ta kem se deri tani në fakt mazhoranca ka treguar që është refraktare, nuk pranon asnjë propozim të opozitës, po mendoj për të mirën e pensionistëve dhe një të drejtë ta pranojnë. Unë do të thoja që pjesën se edhe kontributet ndahen pjesa e kontributet dhe ajo që quhet sigurime shëndetësore. Pjesën e sigurime shëndetësore edhe ta paguajnë. Pse? Sepse një person i cili është një marrëdhënie pune mund të rrezikojë që dëmtohet dhe normalisht është një drejt që duhet paguar. Apo jo. Pra të zbresin vetëm pjesën e sigurimit. Në qoftë se do të realizohet kjo, thash, ka disa të mira dhe nuk e cënon, pra, as strukturën e sigurimeve, si thush, as të ardhurat, sepse thash do t'i kompensojmë në një mënyrë tjetër. Pra, ato që deklarohen nga formalizimi. Po, zoti Sara, pse e keni menduar për shembull në këtë formë që të përjashtohen vetëm nga detyrimi i kontributeve? Po, në fund të ditës, koncepti i pagesës taksave dhe tarifave ka si qëllim që ti të marrësh në fund ditës mbrapsht një shërbim. Atëherë, që ta ndajmë pak. Kur flasim për kontributet përkthehen kur ti del në pension në vlerë pensionit. Të ardhurat për punë, të ardhurat personale, tapi, kjo nuk hyn ke kontributet, pra është e veçantë. Dhe prandaj po them që këtu mund kemi një dakordsi që këtë edhe mund paguhet. Dakord? Por sepse kjo çfarë ndodh? Për të ardhurat personale, tapi fillon 13% i tapit fillon mbi 35.000 lekë të reja. Pra nuk është një shumë e madhe e tapit për këto pensionistë që kanë pagën deri në 60.000 lekë. Pra të paguajnë 13% të 25.000 lekësit. Pra që gjithsesi është e pranueshme. Shto këtu dhe ato të kontributet për sigurime shëndetësor, pra ka një logjik. Por ama i heqin të pjesën e madhe, që është shumë, pra 23.4% afërsisht detyrim që paguan është për kontributet të shumë. Megjithatë, zoti Sara, në relacionin tuaj ju thoni për një afat 4 vjeçar. Si ta kuptojmë këtë? Nëse kjo është një drejt që duhet ta marrë deri para një vite sa do punoj, pse për 4 vite? Atëherë, neve në këtë moment pse e kam bërë këtë? Sepse e para, në që fazë pilot, se edhe duhet kuptojmë edhe të shohim efektet reale, sepse jo çdo ligj duhet bërë që tjetë pafundësisht, në qoftë se do të ketë efekte pozitive, patjetër duhet ta lëmë dhe po do të shohim se çfarë ndodh. Ne në këtë moment kemi mungesë të fuqisë punëtore dhe kjo është e dukshme, është evidente. Apo dhe prandaj edhe për shumë arsye bizneset tona, qoftë ato që thatë ju familjare, po rikthehen në punë pensionistët. Kuptohet që thash se ka dhe një gjë që duhet të thënë. Pensionistët të cilët shpesh nuk punojnë 8 orë, punojnë 3, 4, 5, ligji nuk e përjashton. Dhe në këtë moment ndofta, do të vi një moment që pas 4 vitësh, tregu nuk do të ketë më nevojë për pensionistë, mund të jetë numri i vogël, mund ta shtojmë përsëri, pra do të jetë. Pra, kam dashur të tregoj me këtë 4 vjeçar që nuk është se thjesht po bëjmë politikë, por po bëjmë një testim për të kthyer një të drejtë, që nëse do na konstatojë që është reale, patjetër që pastaj edhe të vazhdoj. Po besoj kjo mund të gjendet një konsensus për aq kohë sa një qasje e tillë e ka pas edhe vetë mazhoranca në anketimet që ka për disa vite më parë për pensionistët. Po, je shumë drejt dhe faktikisht mazhoranca shpesh e ka thënë, po asnjëherë nuk ka reaguar. Dhe ndofta gjejmë gjuhën e përbashkët, që me këtë nisëm, që unë jam gati ta quaj edhe të mazhorancës. Pra, mos e keq kuptoj kërkush që unë po e bëj që të kemi unë e heq emrin tim, që sot. Vetëm që të bëhet. Nuk ka rëndësi kjo. Rëndësi ka të gjendet konsensusi dhe të përfitojnë të drejtën e tyre këta 13.000 apo edhe më shumë. Po janë më tepër se çfarë do ndodhi. Unë po thënë janë minimumi 3 fish. Mos të them që mund të jetë shumë e shumë më tepër që ne nuk e dimë. Sepse, si shtatë dhe ju, punojnë në ambiente familjare, punojnë 4 orë 5 orë, por një biznes... Më së shumti pensionistët tek bizneset e fëmijëve tyre punojnë. Më së shumti. Po pse mos deklarohet? Ekonomi familjare... Sepse edhe ajo ekonomia familjare ka nevojë që në qoftë është biznes i madh, në qoftë është shpenzim real që ja bën, që ja jep prindit, atëherë duhet ta deklarojë. Se është formalizim.
pse ai biznesi duhet paguaj këtë tatim fitimi do t'i zbriset, sepse kjo është një shpenzim, apo jo, ke kolona e buxhetit janë shpenzime të ardhura, kuptohet që ky do të jetë një shpenzim real dhe nuk ka pse mos deklarohet. Se sa më të formalizuar të jemi, aq më të drejtë jemi edhe në ato që themi politika të ekonomike që ne bëjmë, se formalizimi është gjithmonë i mirë, apo jo. Pra, e parë pikërisht në këto argumente që thash, unë mendoj që duhet me pritur edhe nga mazhoranca, uroj shumë, sepse do t'i shërbej mbi gjitha ekonomisë shqiptare, i shërben dhe vetë qeverisë për formalizimi, po me gjitha, unë jam i sigurt që edhe 18 milion euro që ne themi, do të kompensohet pikërisht nga tapi në qoftë se do të deklarohen të gjithë. Pra imagjinoni pak se kur t'jenë 45, 60, 75.000, kuptoni pra do të kemi një fash 50.000 të cilët do paguhen tap, të cilët tani nuk e paguhen. Dhe këto janë të ardhur që përsëri do t'i kthehen, pra ekonomia nuk humb gjë, pra është ajo që rrim brenda ekonomisë, po thjesht formalizohet. Sepse edhe ato para që do deklarohen, do shpenzohen, do paguajnë taksa indirekte apo jo. Jo vetëm kaq, zoti Sara, ne e dimë që vitet e fundit një nga sfidat dhe kërcënimet më të mëdha të ekonomisë është mungesa e fuqisë punëtore. Këta pensionistë, përveç se mund të jenë në mosh dhe mund të jenë aktiv dhe në gjendje për të punuar, dhe kjo është pozitive kur kanë mundësi, pse jo, vjen edhe si një nevojë, jo vetëm për t'i përmirësuar atyre të ardhurat mujore me pensionet të cilat nuk dalin për asnjë lloj gjëje në jetesën në kryeqytet, sidomos, por jo vetëm, por mbi të gjitha edhe për faktin se nuk gjenden punëtor. Nuk ka punonjës. Unë e thash në kryetërës, pra që ka vend për ta parë politikat e punësimit, ndoshta për të nxitur këta që janë t'i mbajnë. Eksakt. Jeni shumë saktë dhe unë pikërisht e thash në kryetërës. Pra, përderisa ne kemi nevojë për këto pensionistë, sikur dhe mos jenë me kohë plotë përsëris, ne kemi nevojë atëherë pse jo? Sepse Shqipëria në këtë moment po vuan pikërisht nga ai që ne quajmë shpopullim ose ka hikur pjesa më e mirë, pjesa më vitale. Ne në Shqipëri tani kemi një pjesë e cila na ka hikur fasha e të rive. Shifrat që pos duhet ta kthej në debat për shpopullimin janë të tmerrshme për Shqipërinë. Jemi 2 herë më shumë se vendet e rajonit, pra rinia dhe krau i lirë i punës. Janë të dhëna që i nxjerrin dhe vetë Instituti Statistikave. Nëse politika e kryeministit Rama është që nuk prish punë se do t'i popullojmë nga vendet e tjera, kjo është shumë e gabuar. Shqipëria duhet i përkasi shqiptarëve, duhet ne të bëjmë politika që shqiptarët të rrinë në Shqipëri. Pra, nuk është thjesht një politikë që të kaloj momentin. Politikat janë afatgjata. Dhe prandaj në këtë sens, në këtë moment vështirë unë mendoj që edhe prandaj është dhe i 4 vjeçari, se unë uroj shumë që shqiptarët përsëri të kthehen. Dhe ekonomia shqiptarët mos ketë më nevojë për pensionistët, siç është kaq imediate në këtë periudhë. Jo thash në kryetërës ku më lindi shpesh propozimi pavarësisht se ka kohë. Më lindi pikërisht tek fasonat. Ose ke industria përpunuese. Jo vetëm ke familjarët. Ka pasur goxha probleme vitet e fundit. Ka pasur probleme dhe ato kanë probleme, po para se dalë te problemet e tyre që se do mlejoni. Shkurtimisht unë do të thoja pikërisht ato kanë akoma pensionistë. Sepse që të përgatisësh sot, në manifakturë, ke sektor manifakturës ka pensionistë që punojnë. Shumë. Po them shumë. Sepse përgatisësh sot një profesionist rroba qepës, do minimum 6 muaj deri 1 vit. Po e kupton sa e vështirë është në këtë moment krize, dhe do të jap dhe elementet e krizës, një si përmarrësi ti thuash do të paguash 1 vit sigurime, se 1 muaj të lejon shteti që mos jesh dhe pjesën tjetër pastaj do ta kesh me sigurime të plota. Dhe ato detyrojnë që të mbajnë profesionistë, pavarësisht se në produktivitet ato mund të jenë më pak, pa diskutim, se mosha mund të ketë efektet e veta, por gjithsesi kjo ka bërë që ato të mbajnë pensionistë. Pse është industria fason në këtë moment krize? Një nga gjërat që ka kërkuar pikërisht edhe reduktimin e sigurimeve shoqërore për punëtorët e ri. Deri 1 vit paktën punëtorët e ri mos paguajnë sigurime. Se pra që ta kenë një periudhë trajnimi atë. Trajnimi. Ose të subvencionohet ke shteti këto, sepse do mi marrësh produktet si shtet mbrapa, se do të paguaj gjithë tjetër, po ama në atë që quhet produktivitet ne kemi punëtor të kualifikuar, që thot shpesh dhe kryeministri, po kur nuk mendon për t'i kualifikuar, pikërisht që t'i shërbejnë Shqipërisë së nesërme, se fasonat të moment dhe edhe këtu do më lejoni 2 minuta. E kupton çfarë ndodh me këtë industri? Eksporti ka rënë dhe këtë e pranon dhe qeveria. Jo vetëm industria lehtë, por dhe prodhimi bujqësor. Prej kursit të euros. Çfarë do të thotë? Në qoftë se prodhimin e shet me euro, në qoftë se dikur ishte mbi 125 në kohën e qeverisë demokratike ka qenë 140, tash është 95. Është vlerësuar me 30%, po. Po në moment që më zbret me 30%,
Dhe mos harrojmë që ky sektor i jep GDP-s shqiptare, pra 1 miliard euro në vit. Tani, një sektor që të prodhon 1 miliard euro punë, 1 miliard euro e meriton një politikë nxitëse. Nuk e meriton paktën të kthesh mbrapa për kursin një 5%. Pra, kjo është kudo në botë, një njeri që më prodhon shumë, më kthe një 5% prap një kompensim. Dhe kjo është e thjeshtë. Në parim jemi dakord. Duhet të jetë një politikë stimuluese, por ju e dini se si funksionojnë gjërat këtu. Pastaj kalon në një informalitet të plotë dhe nuk besoj se vetet e vështirë pastaj për t'i menaxhuar se do na kalojnë në një pjesë e mirë të punësuarve sikur ka nisur punë sot. Jo, nuk kërkoja dhe kërkova kefaconët, kërkova kompensimin e erës. Jo për punë. Jo, e kisha ke politika e një vjeçarit që të përjashtojnë nga taksat me qenë se është në periudhë prove. Jo, paguajnë nga sigurime. Nga sigurime. Po, për ose etapi nuk ka, ku është ideja, po çfarë do ndodhi? Shteti ato nuk i merr që nuk i merr. Atëherë të paktën i ka të deklaruar formalisht. Sepse kështu ekziston kudo në botë. Kurse unë kërkova një kompensim, dhe kompensimi është i dukshëm dhe nuk mund të abuzohet. Sepse ju e dini që për çdo eksport ka një deklarat në dogan, në cila ka një sistem elektronik. Pra ne po themi për çdo euro të deklaruar në dogan, pra 1 euro, të kompensohet me 0.5%. Me 5%. E kuptoj. Do presim e dëshojmë se kush mund të jetë qasja e qeverisë, qoftë edhe për nismën tuaj për pensionistët, që duket sikur vjen në momentin e duhur edhe i vlen individu. Unë uroj shumë që të pranohet, mbi gjitha formalizimi i kësaj shoqërie është shumë i rëndësishëm. Të thash, jo thash që 4 vite kam kërkuar thjesht për të qenë dhe një periudhë prove, sepse jo çdo ligj duhet të jetë i pafundshëm në momentet amendohet momentin që ka nevojë për rregullime pa diskutim. Okej. Le të shpresojmë. Unë të falenderoj që ishe sot në Ekozon. Faleminderit ju. Nderuar miq, kemi sërish një shkëputje publicitare dhe do vijojmë të flasim edhe në pjesën e fundit e emisionit sërish për bizneset e vogla dhe të mesme dhe mungesën e tyre që kanë në financim, pasi një program i ri që ofrohet nga Intesa San Paolo Bank Albania do të vinë në ndihmë pikërisht ndërmarrjeve dhe mikro ndërmarrjeve për më shumë financim në treg. Vetëm pas pak.